Çdo vit më 14 qershor, në mbar botën, shënohet dita botërore e dhuruesve të gjakut, një ditë që synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e dhurimit vullnetar të gjakut dhe nevojën për rezerva të sigurta për pacientët që kanë nevojë. Në këtë kuadër, Kryqëziku Shqiptar në bashkëpunim me ambasadën e Spanjës në Tiranë organizoi një aktivitet sensibilizues për të promovuar dhurimin e gjakut si një akt humanizmi dhe solidariteti. Presidenti i Kryqëzikut Shqiptar Ylli Alushi theksoi se pavarësisht rritjes së ndërgjegjësimit dhe shtimit të numrit të dhuruesve në vitet e fundit, vendi vijon të përballet me mungesa të konsiderueshme. Dhurimi i gjakut është i nevojshëm pothuaj në çdo shtet të botës, ndërsa plotësimi i nevojave me gjak është një sfidë. Në vendin tonë duhet rreth 60.000 që s'ka gjaku. Pra, Kryqëziku Shqiptar në bashkëpunim me Bankën e Gjakut nuk arrin t'i marrin, t'i realizojnë. Sepse nevoja më realizohet afërsisht e gjysma. Por se që rëndësi ka që nga viti në vit ky numër sa vjen dhe rritet. Në moton një pik gjak, një pik humanizëm, fushata e Kryqëzikut Shqiptar synon të zgjerojë më tej rrjetin e dhuruesve vullnetar dhe të garantojë furnizimin e vazhdueshëm me gjak për të gjithë ata që kanë nevojë. Kjo nismë zhvillohet prej afro 8 vitesh dhe ka bashkuar përfaqësues të trupit diplomatik, qytetar dhe vullnetar në mbështetje të kësaj kauze jetike. Në aktivitetet morën pjesë edhe ambasadorë të vendeve të ndryshme, ndërsa ambasadori i Spanjës dhuroi personalisht gjak, duke dhënë një shembull konkret për rëndësinë e këtij gjesti që shpëton jetë.